Inspektoriati i Punës ka shtuar kontrollet në bizneset e fokusuara në sektorin e turizmit. Nga kontrolli ka rezultuar se 40% e bizneseve kishin probleme me punonjësit që mbaheshin në gjendje informale pa kontrata pune, të mitur ose të deklaruar me paga minimale. Rritja e aktivitetit të subjekteve në sektorin e turizmit të shoqëruar edhe me rritje të çështjeve dhe problematikave në zbatimin e kodit të punës. Ndaj, prej muajit qershor, Inspektorati i Punës thotë se ka nisur kontrollet në të gjitha subjektet, por kryesisht ato në sektorin e turizmit, për shkak të riskut të lartë që ato mbartin. 70% e planit do të jetë përqendruar në subjekte që operojnë në sektorin e turizmit. Janë të klasifikuara me risk të lartë, patjetër që nuk do të lihen më njanë edhe subjektet e tjera. Vetëm gjatë një muaji, Inspektoriati ka inspektuar 342 subjekte dhe 40% prej tyre kanë rezultuar me probleme, kryesisht punonjës totalisht informal apo në informalitet gri. Ka rezultuar të jenë të punësuar rreth 3800 punonjës. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë në rajonin Tiranë-Durrës. 40% e inspektimeve kanë rezultuar me probleme apo me çështje që lidhen me mosbatimin e legjislacionit të punës, raste të punësimit informal, raste të informalitetit gri nëpërmjet deklarimit jo të plotë të pagës, raste të punësimit të miturve. Problemet të zbatimit të kodit të punës nuk i kanë shpëtuar edhe shtetasit e huaj që punojnë në Shqipëri, kryesisht në sektorin shërbimit dhe turizmit. Dhe në të target group janë evidentuar probleme të ndryshme. Në 178 punëmarrës të huaj, 35 kanë rezultuar me çështje apo problematike të punës. Për subjektet e gjetura në shkelje janë aplikuar masa nga paralajmërime e gjoba e deri tek pezullimi i aktivitetit. Çdo subjekt i cili është gjetur në shkelje është aplikuar një masë pezullime, paralajmërime, por edhe gjoba. Inspektimet do të jenë periodike si në zonat bregdetare ashtu edhe në ato malore, ku në këtë periudhë kanë një aktivitet të ngjeshur për shkak të fluksit të turizmit.